Përshëndetje, ku jemi këtu me parashimin e datës 16 korrik të 2026. Duket se ka të bëjnë me një ditë mjaft e rëndësishme, sepse lidhet me ka ndikime të mëdha, ka të bëjnë me mundësitë dhe kohën e duhur. Duke pasur parasysh, kjo ditë ka një karakter më praktik dhe më korrigjues, pasi hënë e re në gafore që filloi të shohim çfarë duan, çfarë neve kërkojmë. Por gjithsesi, ka të bëjë shumë me Mërkurin në retrograd, vazhdon të kërkoj kujdes dhe vëmendje në dokumentacione apo orare dhe vendimet. Prandaj sot është mirë të kontrollojmë faktet, të shikojmë mesazhe, të shikojmë informacione të ndryshme. Ndihemi më shumë dhe ndikohen më shumë pozitivisht, sepse ajo që do të themi duhet të kontrollojmë faktet, të lexojmë përsëri mesazhe, të rishikojmë informacionet dhe mos nxitohemi për të thënë mbaroj. Ndikohen shumë Kaforia, Britsjapi, Dashi, Peshorja të 10 të tretë, por dhe Virgjeresha, Demi, Britsjapi të 10 të parë. Vazhdojnë të përfitojnë nga Afrodita në Virgjereshe, e cila favorizon organizimin, përmirësimin, kujdesin e gjërave të mëdha që kanë bënë në ekonomi dhe në stabilizimet e tjera. Dita është e mirë për sa i përket ndryshimeve që do të keni ose mundësitë të arta në ekonomi dhe në stabilizime. Por ajo që do të keni është në të mirën tuaj që të jeni të qetë, të pastër në atë çka keni dhe atë çka doni të arrini. Por gjithsesi ka një ndikim mjaft të mirë në lidhje me ndikime të mëdha që do të keni mundësinë e punës suaj, në lidhje me takimet që do të keni dhe jo vetëm, sepse është dhe koha më e mirë e mundshme në lidhje me anën e ndikimit të korrektësisë, sepse Afrodita në Virgjesh favorizon gjëra të tilla. Për punë është një ditë e mirë për organizim, korrigjim, përgatitje, për financat, favorizon planifikimet, buxheti, jo shpenzime impulsive. Për zhvendosjen ose blerje shtëpie, dita është e mirë për kontroll, jo për vendime të nxituara. Këshilli i ditës është sot gjërat përmirësohen nga detajet, mos kërkoni spektakël, kërkoni saktësi. Është motoja për sa përket kësaj dite, por gjithsesi është momenti, është ajo çka kemi të bëjmë ose të nisim një diçka të re, një rrugtim të ri drejt ekonomisë, drejt takimeve që neve bëjmë, por dhe një mundësi mjaft e mirë sepse do të shikoni të ndryshojnë gjërat ashtu ku dëshironi juve dhe mundësitë të tjera që do vinë. Në çështje shpirtërore, lidhje që kanë të bëjnë me punën dhe karrierën, janë disa gjëra shumë të rëndësishme, miqtë mi të dashur, prandaj për këtë ditë bini pas, mos ma lini pas dore. Para se të fillojmë bashkimin e 12 zodiakale, unë ju kujtoj edhe një herë për gjithë juve të rishikues